ka qenë dikush që ka insistu tepër shumë me ardhën e sot, gjithçysh sot, para të premtes në ora 10 në mëngjes. Me mua është Cevdet Sadiku, banor që sa vjet banon çto? Na që 20 vjet jemi këtu, po banorët janë tjerët edhe ki që 30 vjet, 40 vjet, tjerë banora. Kse që në telefonin shtrirë ka të zëjën, ku jena pak? Dhe me thonë, nëse nuk të kuptoni hala, jena në Lipjan, në sheshin e Lipjanit. Qendra kryesore, që atje që nëne është sheshi, që nëne është një parku, mrapa është komuna, që atje. Dhe më thonë, midis qendres. Që tu, përpara e kam një padi, e kam disa dokumente tjera, cilat që ta Xhevdeti kam në kallëzu çka saktësisht. Xhevdet çka është halli dhe pse u dash me ardhën e sot që tash? Faleminderit se që jeni ardhur. Unë e kom pas hallin ju sot, por na kena hallin që 4-5 vite. Kryetari i komunës Lipjanit, Imre Ahmeti, po insiston gjithçysh këtë punë më na i marr neve. Do me thonë për shkak se kur ka nis kjo punë? Kjo ka nis para 2-3 vjetë, 3 vjetë shto ka nis. Qysh ka nis? Kur ja ka nis kjo plani, plani kur ja ka nis më bën nën kalimi edhe parkingu. Edhe kjo e ka posi, ka thonë që pengon objekti, edhe se s'ka pengu objekti, ka thonë pengon për me bo rregullimin e parkingut edhe të nën kalimit. Po s'ka pengu kur gjë, jo si shpeshini, projekti u kry, çdo sen u kry, se nëse kish pengu edhe nas që banor e kishmi përkra për me zhvillu Lipjanin. Po, sa banor qysh është ndënda me kjo bashkësia? Unë i kam 3 njësi, lokalet janë të mijat, ka të parë 2, edhe anena janë banor që janë të banuan, janë edhe një 2 nalt edhe 2 lokale janë poshtë. Do me thonë janë 8 krejt bashkë. Janë 8 njësi. Qysh e ke bleti këto? Unë e kum ble prej shqiptarëve, do me thonë, edhe e kum ble prej... A ki dokumentat? Po, dokumentat i kemi krejt. Edhe komuna i ka dhe na i kena, i kam prona private, janë me katastru, kena pagu të atim pagus edhe të lokaleve, edhe të banimit kena paguën, do me thonë, ju kena përgjigjë sipas ligjeve të Kosovës, rregullave të pagesave të atyre çka janë. Kurse kryetari që 2 vite të fundit na i ka prun para 2 viteve, na i ka prun një njëjtin rast si tash na i ka prun urgjencë me lshu, edhe ka thonë mrena 30 i keni afat mi jekë në senet, nëse nuk jekëni, nuk javë kompenzojmë edhe ka mu rënu edhe s'keni drejt ankese. Edhe kena i me gjykat, s'ka mujt me rënu. Tash, mas 2 vjetë ma vënë, apet njëjtin rast, vjen kryetari me një qëndrim, edhe i ka qitë qirita që shpesheni, vjen me një qëndrim që thëtën kë objekt do të më rënu, se për para qëto, me thonë ja 10 metra, ka mu bo parking, ka mu bo park, kurse park si shpesheni ka sot dush. Shtash dolim kalzona dhe një, edhe tash të aj po insiston me bo një projekt të ri. Po na pedina tash që kjën po bëhat për interesat kryetarit komunës, njerëzve që po dojnë me ndërtu këta. Por me ndërtu na jena, nëse na jep komuna len, edhe na e bojna rinovimin, nëse e ndërtojmë. Po neve na takën se na jena pronarë vetë. Po, e tash që është puna që tash për momentin? Që tash për momentin është puna e ka prun kë afatin me të nanin ora 10, me 10, me të premten i bjen, por me ora 10 për me ardhë me rënu. Kurse në gjykata neve na ka thirë nesër, kemi mbledhje në gjykatë, puna që saj, se kjo është e pa drejt që ato ba, une nuk kum pas, nuk kum një kum bot që i mirët me të zërtën, prona private, këto s'kum po leqë. Ty po ta me shpërënsimin. Po shpërënsimi u bo total... Qështë është shpërënsimi? Mirë, shumë pyetje e mirë. Shpërënsimin na ka bo pa e dit na heq, se kina kuptu na heq shpërënsimin. Shpërënsimin e ka bo vetë. As se kina ditë që ne ka qitë parët, as se kina ditë që përna shpërënsan, as ka full me neve, as kur gjan, vetëm kur kina një që e ka bon shpërënsimin me komunë, me njerëz. As keni pos konsulta jo një thirë? As publike, as konsulta, as kur gjan s'kina pos me, do në s'kun full kurmë. E kur ju ka orë lojme që ti është këtë me shpërënsu? Orë lojme kur shpërënsu i na habit kejtë. Kur ka orë? Ka orë para 2 viteve. 2 viteve? Po, para 2 viteve. E që 2 vite jena në gjykata, 7 land janë gjykata, gjykata nuk pjavi jepën, këta i kanë reqën, tash përshkën këto shumë me njëfësi që po më dhemë mu, se unë nuk po muj kur qysh me kuptu, po që ditë nga pronën private më ta marë pa të vetë ty, pa bo marveshje. Po, ti ma herët më tha që ty ta ka shpëndësu pronën dhe ti ka qitë paret, në bëtë që kë,
Pa u pajtu Pa u pajtu, as pa di çmim sa, as dim kur gjë heq. Absolut hiç. Do me thonë, edhe tjetra, kur u bën shpërndësimi, e ka bën në emën të parkingit edhe në emën të nënkalimit. Do me thonë, u kanë në midis check-init, çto midis projektit më bën, ky se ka bën këto e ka thy ligjin, u bën tjetër projekt u votu, kurse këtë diçka tjetër u ekzekutu. Apo kupton, nuk u bën, nëse veç 1 metër me ligj thotë ndryshon projekti vjen poshtë, do të më votu edhe një herë. Këtu 50 metra, 100 metra, total tjetër projekt. Nesër, për çka jeni në gjykat? Na jena në gjykat nesër për... Qenë këto dokumenta? Ja, këti dokumenta i kam, po. Nesër jena në gjykat edhe një herë për rishikim, që i ka marrë vendimet komuna. Nesër jena rishikim. Ku jeni të cilat gjykat? Gjykata e Lipjanit, dega e Prishtinës Lipjan. A keni mojt në seancë për Po, kena mojt, unë ku mojt shumë seanca, këta banorë tjerë janë edhe 7 landi janë na për gjykata, asnjë nuk u kry. Kjo e ka marrë vendim vetëm me 1 land që edhe ajo nuk ka kryne, ose unë i kam 2-3 land, veç e veç. Edhe këto. Po këto që thashtë po lidhmi të shpërëndësimi që u ba, shpërëndësimi u ba e ka shkel ligjin çdo herë. Shpërëndësimi thotë, nëse tashti u kry projekti, ju kthehen pronat se se kam pengu projektin për çka u shpërëndësu, edhe ju kthehen banorëve. Tashti që shpeshin ka përfundu çdo sen, parkin e ka kry edhe oficial, e ka kry mes televizionit, e ka prej shiritin, edhe objektet kanë mejt. Ligji thëtë, nëse nuk e kam pengu, atëhere do të mu kthy apet te pronarët të po. E tash arsyetimi i ri këtyne cila është? Arsyetimi i ri këtyne është qashtë. Tash arsyetimi i ri po thojnë pak park me lanë, qëto kur park ka sot dush, janë qytet qendër, në botë, këtë botën e kiti qendrën e ki me banesa shumë. Këto nuk ashtë, po thot, edhe me ndërtu ndërtesë lartë. Këto, a? Po, këto një pjesë qësoj, një pjesë të vogël park, gjysën e anë i ndërtem e bo. E ku me ndërtu këto? Hajde vesh pak që? Hajde shtirë? Po. Da vesëm, ta shumë, ku me ndërtu këto? Që kjo është objekti? Që kjo objekti, po, që ta po dënë me rënu kompletën objektin. Edhe tashti prej këtuhit, me rënu, edhe me bo objekt ri. Tashti kjo kalon ven, edhe pak... Që kjo është kjo farë parki i komunës, a? Po, kjo janë parki i komunës, po. E tashti, si pas tyne, ata përdojnë edhe që të pak me bo park? Jo, park ka së dush, si shpeshini, se qendra s'munët më kanë ketë, parki është këto, kjo përdojnë tash që tu me ndërtuën një ndërtest, lartë, me shku deri te policia atje është, policia me ndërtime. Edhe këtu ka me prish këtë tjera ta? Po, këtu i përdojnë mi prish, edhe se si janë të pajtimit se është këtë private, është. A janë ata të pajtimit ta këtu? Jo, kur që 7 land janë gjykat. A folin ta në kështë me shku me vetë në e sana? Po, folin, tash të mujna mi marë, po, këtë folin. Këtë edhe më kanë thonë që mi jetin. A i për thët, ju nuk mëni me ndërtu kur gjo, as me renovu kur gjo. Kam ja prishën e juve, merrni do pare, e tani unë kam ndërtu të diçka tjetër. Bravo, sakt, që kja është. E sa pare ti ka qitu ja din? Unë nuk e di, po që ka thona e gruja për një banesja ka qitë 30.000 euro, aja është në vetë, me s'ka bura s'kërkan jetën veç vetë, aja s'ka thonë për 30.000 euro asë një parking së në blej. Kurse unë vetë ku më investu këto për 3-400.000 që i ku mblej vetë unë. Se unë i ku mblej këto i pej... Dhe me thonë, 30.000 euro e sa e ka një banes, ti kishtë të ka qash shumë. Unë e kam shumë gjysën e objekte. Sa është këto vlera? E kesh si vlera që tash këshirën e këto, tash ata anena si pas vlerës, këta që si pas vlerës, këtu po flitët që shitën 1.200 në altë banesat, kurse lokalet shkojnë dhe në 6-7.000 poshtë. Lokalet shkojnë dhe në 6-7.000 euro. Që sa e ki këtë lokal? Unë e kam këtë lokal që 20 vjetë, 18 spedi sakvi, 18 mund më kanë 20 që do pari. Edhe tashti kjo po dënë këtu, pe kësoj pjesës, që tu po dënë tash lokalin me prish. Na s'ka nevoj më prish se kjo është dënë lokal shumë i mirë, shumë është i frekuentu, nuk kanë i frekuentu prej rinis Lipjanit, edhe lokalin është në gjendjen me punu. Po, e ti kështu ke lendër timore, keti ka me katastër, me lendër timore, me katastër. Po dhe sa ndryshë edhe s'ke shmujt paret, bravo, sakt. E ta është që kjo? Që kemi mje, jo t'ja që kjo tjetra? Po. Edhe e tjetra t'ja? Ja, jo. Tashti që kjo gjysa, që a rrëp që kjo gjysa, atë me ata alon nuk ka hinë, nuk e di shka ka bani, nuk jam mitë. Oke, nështë të pëse në banesa kolektive në isa? Po jo, dhe kjo në banesë kolektive, njëjtë konë, po. Tashti do me thonë, pej gjysës kjo është e jemja. Lokalet janë 2.000, kanë funksionu me vite këtu i lokalet, janë njëra për Lipjanin, edhe tashtaj ka marrë, unë e peshë, për shka ka ngullë, kam ngullje se është qendër, edhe ka qefe vaj me posë. Nëse po mëni me vrejtë qërë për jena? Po, qendër është. Qendra kërësore,
këqyre dhe ane, që shpëmoni me vrejt. Aty na psi s'pjesh më thon aty anë. Anena se di s'po mundet mi marr kejt, ai pi vyn që kjo i ka vy se ka sulmu. Pse po mendon që të ka gjetë ty për këtë shtynë e tjerëve, kësajde? Pse veç ty me ta shkëndsu? Po nuk me kuptojmë edhe na që të blok që të ndërthes kompletën. E ka do me shpërndësu. Çka pi pengana, pse Jo si pengon hiç kurkuj sa ti shpeshini edhe jo sa ti pengu kurkuj është çudi. Është çudi. Veç një javë muj me thon, tash vjen edhe ai dëfrim. Tash vjen edhe aja bashkë, edhe ai ka dy lokalet, mundet m'ju kallëzu. Djali kryetarit ja ka lyp me qirat që ta këtina. Edhe ka pos me investu, që shumë ka thonë dëfrimi, ka pos me investu 200-300.000 euro me qelni lokal që to. Po shumë ka thonë, që kjo ma mire ka lëzën.